Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e Luanit. Luan, java e parë nëntorit do t'ju shkund, do t'ju hap syt, do t'jetë një javë ku nëse më përpara keni qëndruar të heshtur, keni besuar fjalët, premtimet, iluzionet që dikush mund t'ju ketë ofruar, ju tani do t'a keni shumë të qartë të gjithë situatën dhe ju shoh plot energji, ju shoh edhe të irrituar, sepse Marsi, nga data 4 nëntor, Marsi, planeti që lidhet me energjin ton të zjarrt, me mënyrën se si marrim vendimet, se si marrim iniciativat, që lidhet me atë shpirtin ton luftarak, por lidhet edhe me pjesën e sensualitetit, me pjesën e intimitetit, futet në shigjetar. Dhe duke qenë Marsi në shenjë zjarri, një lloj si ju jep shumë pasion, që gjithçka e merrni me mjaft energji, po mund t'jeni edhe më nervoz, më të tensionuar, më xhelos, dhe do të ndodh Marsi në shigjetar fiks një ditë përpara hënës së plot, që është një kombinim emocionet me zjarr, me pasion. Hëna e plot do t'jetë në dem, që është shenjë fikse, një lloj si ju, do ta kthej fokusin dhe vëmendjen tek çështjet që kanë të bëjnë me parat, me prona, me gjithçka që është me vlerë. Në çift mund të keni diskutime, debate, dhe të keni një kërkesë llogarie ndaj partnerit ose partneres, sa para ka harxuar, sa para nëse ju fshet diçka, mund të keni diskutime në lidhje me e prorët, me shefat apo shefet, menaxherët, personat me cilët ju punoni, për çështje që lidhen me parat, nëse ju kanë premtuar që do ju japin para shtesë, apo kanë ndryshuar diçka në punë dhe ju kanë thënë do të presim, nuk e dim akoma, mund të sqarojnë gjërat më vonë. Pra të gjitha këto gjëra që ju nuk i keni diskutuar më përpara, tani do të ngrini zërin, tani do të kërkoni të drejtën tuaj, tani do të jeni shumë të revoltuar, ju shikoj, sidomos kujdes në javën e dytë. Kujdes në javën e dytë, sepse kjo energjia e fortë e zjarrit, shikoj shpërthime të forta, debate, diskutime për Luanët. Nuk do të dorëzoheni, do të qëndroni me kokë fortësi asaj që ju mendoni, do të kërkoni të shkoni gjërave deri në fund, plus pastaj edhe Afrodita, planeti i dashurisë, është në akrep nga data 6, kjo ju bën shumë më xhelos, shumë më posesiv, mund të keni dhe frikën që personi i zemrës po shpenzon para me dikë tjetër, mund të keni dhe akuzat të tilla, thoni ti po harxhon me dikë tjetër, prandaj nuk po del me mua, po prandaj nuk po më blen mua diçka, një situatë e tillë, po ka gjasa që të ndodhin keq kuptime, Luan. Bëni kujdes që mos ta çoni, mos ta thoni fjalën e fundit dhe ta çoni deri në një pikë që nuk kthehet më situata, sepse Mërkuri është i kthyer në prapavijor ose në retrograde që quhet në anglisht, nga data 9 deri me datë 29 nëntor, pra pjesa më e madhe e muajit. Kështu që këtë energjinë intensive që thua nuk më intereson, dua të vërtetën, dua të di, dua të zbuloj më shumë, çfarë fshihet, çfarë po ndodh, për disa persona mund të arrijë deri në një përleshje dhe fizike. Uroj mos tjetë rasti për shumicën e luanëve, për të gjithë, që mos ta çoni deri në atë pikë, po bëni kujdes me impulsivitetin, mbajeni impulsivitetin sa më shumë nën kontroll. Java e tretë do t'jetë një javë ku do duhet të tregojeni të qetë, do duhet të tregojeni më të ekuilibruar, më me këmbë në tokë, dhe do t'jetë java ku ju do të merrni diçka konkrete, fakte konkrete për t'ju qetësuar, sepse jeni shumë të mërzitur, Luan, keni një nervozizëm të jashtëzakonshëm. Jo më kot edhe nga orakulli i gjelbër, mesazhi për ju janë speca djegës, dhe personat luanët që kanë lindur me datë 18 ose luanët që kanë lindur me datë 9 apo e kanë numrin e jetës 9, për ju do t'jetë
më i fort ky si mesazh, do të keni impakt më shumë. Kujdes edhe me inflamacionin. Me inflamacionin gjatë këtij muaji, mos konsumoni ushqime që janë shumë pikante. Kujdes me mos ju ndodh edhe diçka, ndonjë aksident, mos nxitoni më shumë se ç'duhet. Përpiquni të jeni sa më të përmbajtur. Gjithë kjo energjia kaq euforike që do të jetë e pranishme tek ju në nëntor, është mirë që të kanalizohet në diçka tjetër, sepse energjia seksuale dhe energjia krijuese janë po e njëjta gjë. Ti mund ta shfrytëzosh kur ke këtë ngarkesën e madhe për të krijuar diçka të bukur, diçka pozitive, për ta kthyer në punë, për ta kthyer në një gjë me vlerë, ose edhe për t'u marrë me palestër apo me aktivitet fizik që të jesh në formë sa më mirë. Po thash, kujdes me impulsivitetin, stimulation. Do të jeni shumë të stimuluar në këtë gjatë muajit nëntor. Sikur çdo gjë ju acaron, çdo gjë ju irriton, çdo gjë ju bezdis, çdo gjë do t'ju mërzis. Në javën e dytë do të jetë java ku do të jetë e vështirë që njerëzit të flasin me ju apo të gjejnë atë gjuhën e përbashkët, sepse në gjën më të vogël ju menjëherë do reagoni, menjëherë do shpërtheni. Po java e tretë, sidomos gjatë hënës së re, në akrep me datë 20 nëntor, një person që ka energji të fortë toke, dikush që ka shenjën ascendent ose shenjën e diellit në Dem, në Virgjëresh ose në Bërcjap, do t'ju jap fakte konkrete që situata është e tillë, jo sepse nuk duan që t'ju ndihmojnë apo nuk duan nëse bëhet fjalë për pjesën e punës që t'ju japin një rrogë më shumë apo t'ju japin rritje në detyrë, do t'ju japin fakte konkrete që bisedat janë bërë, por ndoshta nuk është koha e dur apo ka diçka që e ndalon si proces. Mundet edhe çiftet t'i sqarojnë gjërat bashk duke treguar, mund të arrini deri në pikën ku i kërkoni njëri tjetrit të shikoni llogaritë bankare, statement të llogarive bankare, pra nga muaj me radhë, çfarë ke shpenzuar, ku ke harxuar, sa para ke, në mënyrë që gjërat të qartësohen, që gjërat të qetësohen. Është e rëndësishme që të jeni më të kujdesshëm, Luan, më me këmbë në tokë. Thash, më të duruar, durimi është një nga ato cilësi për të cilat ju duhet punoni pak, është një muskull që duhet ta stërvisni më shumë. Durimi dhe mirë kuptimi me të tjerët. Jo gjithçka, ndonjëherë i merrni gjërat shumë personale, Luan, ju duket sikur të gjithë po ju sulmojnë ju, apo po bëjnë diçka kundra jush, e mund mos ketë të bëj fare me ty, po ka të bëj me gjëra të tjera, me rrethana të tjera. E them këtë sepse në javën e fundit, kur gjërat të sqarohen, se ju thash ndodhin keq kuptime gjatë mërkurit të kthyer. Dikush mund të thotë një gjë e ti e merr komplet për diçka tjetër, krijohen situata të pakëndshme, kur e vërteta të dalë, të zbulohet gjithçka, atëherë do të ndiheni keq, mund të ndiheni edhe pak të keni keqardhje për personin tjetër, për palën që ka qenë atë përballje me atë irritimin tuaj të madh, me atë situatën e acarimit që e ka marrë impaktin e parë, sepse mund të disa Luan, mund të keni thënë edhe gjëra që unë do largohem, do iki, nuk do rri më me ty, kërcënime të kësaj natyre, që ndoshta nuk kanë qenë serioze o të mirë menduara, po si një formë për ta lënduar personin tjetër, edhe pse nuk shoh një ndarje, një shkëputje, sidomos për Luanët që janë në një marrëdhënie në çift të konsoliduar, kjo do të jetë thjesht një zënk, do të jetë thjesht një shpërthim emocional që mund të ketë një bazë, nuk po them që nuk keni të drejtë që kërkoni llogari apo që doni të dini më shumë, keni të drejtë, nuk ka gjëra që fshihen që janë probleme madhore që nuk mund të zgjidhen, por mënyra se si do të veproni për ta kërkuar këtë llogari dhe për të sqaruar gjërat mund të jetë pak ekstreme, mund të jetë pak e fortë. Vetëm mendoni pjesën e komunikimit, punoni më shumë me pjesën e komunikimit. Prandaj shkëputje nuk ka, ndarje nuk do të ndodhin në javën e fundit.
Përkundrazi, mund ta ktheni situatën, po mirë unë mërzita këtë herë, sa herë më ke mërzitur ti, aj ta kalojmë si diçka e tillë. Kjo është një marrëdhënie ku të dyja palët kanë emocion, kanë dashuri për njëri tjetrin, por pasioni është i fuqishëm. E shikoj si një marrëdhënie shumë intensive, ku ju luan, por edhe personi zemrës, jeni të dy natyra që doni pushtet, doni të jeni dominant, dhe shpesh këto gjëra ndodhin për shkak të përplasjes së egove edhe kësaj dëshirës intensive. Mund të jeni shumë mirë dhe të pandashëm nëse gjërat shkojnë mirë dhe jeni bashkë në çift, gjithçka është okay, po mundet edhe të ndiheni shumë keq nëse ndodhin situata konfliktesh e debatesh, kaloni pra nga një ekstrem, kaloni në ekstremin tjetër. Por me duri, me qetësi, ky do t'jetë një muaj ku do ta testoni dashurinë, mund ta testoni edhe raportet e punës. Në punë duhet jeni më të kujdesshëm, sepse disa gjëra nëse mbyllen, disa marrëdhënie profesionale mund të mos ketë rikthim. Për disa për ju që mund të pendoheni, për luanët që do të thonë fjalën e fundit, ose do largohen, do thonë do e lë fare këtë punë, ose nuk do punoj më me ty, nuk do kem më kontakt me ty, do të pendoheni për këtë gjë. Kur gjërat qetësohen në fund të muajit, kthehet edhe Mërkuri drejt, do thoni mos duhet ta kisha e teprova thash më shumë se ç'duhet. Bëni më të kujdesshëm, ndoshta në çift i rregulloni gjërat, edhe personi i zemrës mund t'ju toleroj më shumë, të duroj pjesën e nervozizmit e gjithçka, por me njerëz që keni raporte pune, atëherë duhet ti mendoni gjërat dy herë dhe t'jeni më të kujdesshëm. Okej, megjithatë, një muaj plot energji, plot adrenalin, plot pasion. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos u mbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.